Debati për mbrojtjen bërthamore të Europës ka hyrë në një fazë konkrete pasi Franca dhe Gjermania kanë pranuar publikisht se po shqyrtojnë mundësinë e zgjerimit të ombrellës atomike franceze përtej kufive kombëtar. Presidenti Emmanuel Macron bëri të ditur se Parisi ka hapur një dialog strategjik me partnerë europian për të harmonizuar doktrinën e vet bërthamore me një qasje më të përbashkët sigurie. Sipas tij, për herë të parë po analizohet seriozisht se si kapacitetet bërthamore franceze mund të kontribuojnë drejt për drejt në mbrojtjen kolektive të kontinentit, në një kohë kur kërcënimet geopolitike janë shtuar dhe arkitektura tradicionale e sigurisë po vihet në provë. Macron paralajmëroi se detajet e mëtejshme do të prezantohen në javët e ardhshme. Nisma shije si përgjigje dhe ndaj dobësimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të kontrollit të armëve, të cilat sipas zyrave europiane janë negociuar shpesh pa përfshirjen direkte të vetë vendeve të kontinentit. Për këtë arsye, liderët theksojnë nevojën për më shumë autonomi strategjike dhe për një sistem mbrojtjeje që buron nga vetë Europa. Edhe në Gjermani, ku historia ka bërë që çdo ide për armatimin bërthamor të shihet me ndjeshmëri të lartë, koncepti i një buroje parandaluese po fiton terren dhe debate politike. Megjithatë, Berlini po kumkull që çdo hap i tillë duhet të zhvillohet në koordinim të plotë me NATO-n, duke mos cënuar strukturën ekzistuese të aleancës. Në të njëjtën linë, Mbretëria e Bashkuar mbetet një shtyllë tjetër e rëndësishme e sigurisë europiane. Kryeministri Keir Starmer pritet të paraqesë në Mynih një vizion të ri për rolin e Londrës në kontinent, duke theksuar se siguria britanike dhe ajo europiane janë të pandashme. Sipas mediave, ai do të nënvizojë rikthimin e angazhimit të plotë të Britanisë në çështjen e mbrojtjes dhe do të paralajmërojë për rreziqet që paraqesin ekstremizat politik dhe narrativat proruse.